Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 13 janar dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. 13 janari është dita e 13 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 352 ditë. Ngjarje 532. Në Konstantinopol, Stambolli sotshëm, filloi kryengritja e Nikës. 1129. Në Koncilin e Trojës u njoh pavarësia e urdhrit të tempullarëve. 1822. Greqia shpall pavarësinë. 1902. Në Berlin hapet shkolla e parë fillore Frei Hochschule. 1957. Firma 1-0 prodhon frisbin e parë. 1963. Halili dhe Hajria, vepër baleti shqiptar, u vu për herë të parë në skenën e baletit. 1963. Kryetari i parë i shtetit Togo, Silvanus Epiranus Olimpio, vritet nga puçistët. 1967. Grasingambe Eidema bëhet presidenti i Togos. 1980. Në Karlsruhe themelohet partia e të dërgjelbërve gjerman, Die Grünen. 1986. Filloi lufta qytetare në Yemen. 1991. Në natën mes 12 dhe 13 janarit, trupat ushtarake sovjetike pushtuan ndërtesën e radios dhe televizionit në Vilnius, Lituani. Gjatë këtij aksioni të dhunshëm, kundër protestuesve të parmatosur, u vran 14 persona dhe u plagosën mbi 1000. 1995. Tërmet në Kobe, Japoni. Lindje 1927. Lindi Luigi Gurakuqi. 1954. Lindi Trevor Rabin, kitarist afrikano-jugor. 1958. Lindi Andrej Stanton, regjisor amerikan. 1959. Lindi James Lomenzo, kitarist bas amerikan. 1977. Lindi Orlando Bloom, aktor britanik. Vdekje 1941. Vdik James Joyce, shkrimtar irlandez. 1994. Vdik John Karma, aktor shqiptar. 1998. Vdik Muslim Mulliqi, piktor shqiptar. 1999. Vdik Shani Pallaska, aktor shqiptar. Ndërkohë kemi veçuar për ju biografinë e aktorit të njohur shqiptar John Karma, ju ftoj që ta ndiqni. John Karma, Shkodër 11 korrik 1917, Tiranë 11 korrik 1994, ka qenë aktor i njohur shqiptar. John Karma filloi aktivitetin artistik në vitin 1932 në Shkodër me shoqërinë Bogdani. Më 1945 vjen aktor në teatrin popullor, ku ka interpretuar mbi 80 role në karrierën e tij artistike, duke filluar nga pjesa Gjido në rolin e Petrushit. Ishte mjeshtër për sa i përket roleve të karakterit. Ai ishte i prerë për role të vegjël dhe është cilësuar si aktor i madh i roleve të vegjël. Disa nga rolet e interpretuara në teatrin popullor janë Organi tek Tartufi, Vurko tek Pas vdekjes, Moni tek Prefekti, Poloni tek Hamleti, Falsafi tek Gratë gazmore të Windostir, Louis Guy e tjerë. Ka interpretuar me sukses disa role në filmin artistik. Doli në pension në 1976, por për 15 vjet rresht punoi pranë arkivit të teatrit, duke bërë një punë të mrekullueshme. Ka marrë disa çmime e urdhra. Çmimet mbante titullin Artist i merituar. Filmografia, Një djalë dhe një vajzë, 1990. Vendimi, 1984, Miqo Falli. Një natë pa dritë, 1981, Nën Prefekti.
Qeta e vogël, 1979, Bib Kuka. Koncert në vitin 1936, 1978, kryetari i bashkisë Zoti Xhevo. Kur hidheshin themelet, 1978, Vajzat me kordele të kuqe, 1978, Miku i shtëpisë. Ndërgjegja, 1972, Xhaveliu. Përse bio kjo daulle, 1969, Llogaritari. Toka jon, 1964, Simoni. Debatik, 1961, Jorgo. Tana, 1958, Portieri. Tani të kalojmë në rubrikën Ne dhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të hudhrave. Hudhra është një burim natyral i shumë ushqyesve të domosdoshëm për shëndetin e organizmit. Ajo ndihmon në mirëmbajtjen e funksionit dhe shëndetit të zemrës. Hudhra pakson gjasat e shfaqjes së tumoreve dhe lufton infeksionet. Vlerat më të mira hudhra i ofron nëse konsumohet e gjallë, sepse gatimi tjetërson të gjitha përbërësit mirëbërës të kësaj parishtaje. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e të paktën 2 thelpinëve në dietë që të merrni përfitime të mëdha. Për një zemër më të fortë, hudhra i bën mirë zemrës. Ajo ndihmon në uljen e tensionit, të gjakut dhe kolesterolit. Për më tepër, hudhra pakson rrezikun e arteriosklerozës dhe ndihmon në funksionimin e enëve të gjakut. Përbërësit të shumë të hudhrës, siç janë alicina dhe trisulfitet, ju mbrojnë nga radikalet e lira që dëmtojnë qelizat. Alicina pengon rritjet e qelizave kancerogjene, ndërsa përbërësi tjetër i shkataron ato. Përveç kësaj, hudhra ndihmon në detoksifikimin e qelizave dhe shërben si një antioksidant kundër infeksioneve. Ajo është përdorur prej shekuj si një përbërës i fuqishëm kundër mikrobeve. Alicina te kjo bimë është përbërësi kryesor që ndihmon trupin të largojë bakteret, siç është salmonela dhe stafilokokku. Hudhra është një bakterial aq i fuqishëm sa arrin të zbrapsë dhe baktere të forta që i rezistojnë disa antibiotikëve. Antioksidantët që përbajnë e bëjnë atë një aleate të fuqishme kundër agresioneve të shumta të mikroorganizmave të rrezikshëm, si bakteret, virusët, parazitët dhe kërpudhat. Ajo përmban një sasi të mirë të kalciumit, bakrit, kaliumit, fosforit, hekurit, manganit, seleniumit, si dhe vitamin B1, B6 dhe C. Hudhra ndihmon në uljen e kolesterolit me rreth 10 deri në 15%. Dëmtimi oksidativ nga radikalet e lira kontribon në procesin e plakjes. Hudhra përmban antioksidant që mbështesin mekanizmat mbrojtës të trupit kundër dëmtimit oksidativ. Efektet e kombinuara në reduktimin e kolesterolit dhe presionit të gjakut, si dhe vetit antioksiduese, mund të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të zakonshme të trurit, si sëmundja e Alzheimerit dhe haresa. Në doza të larta, komponimet e squfërit në hudhër janë treguar se mbrojnë kundër dëmtimit të organeve nga toksiciteti i metaleve të rënda. Me pak fjalë, hudhra njihet si një dezinfektues ideal për të shmangur viruset dhe bakteret. Është një antibiotik natyral i fuqishëm. Ul kolesterolin dhe presionin e gjakut, parandalon arteriosklerozën, rregullon nivelet e sheqerit në gjak, përmirëson simptomat e ftohjes, është një antioksidant i shkëlqyeshëm, pasi lufton radikalet e lira, hap oreksin, lehtëson dhimbjen, është një antiinflamator i fuqishëm. E bën sistemin nervor në gjendje të përsosur. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 10 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime
deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 4 deri 11 gradë Celsius, Kukës -2 deri 0 gradë Celsius, Peshkopi 1 deri 6 gradë Celsius, Tiranë 4 deri 11 gradë Celsius, Durrës 7 deri 11 gradë Celsius, Kavaj 7 deri 11 gradë Celsius, Elbasan 4 deri 11 gradë Celsius, Berat 4 deri 10 gradë Celsius, Korç -2 deri 4 gradë Celsius, Florë 6 deri 12 gradë Celsius, Gjirokastër 2 deri 9 gradë Celsius, Sarand 4 deri 10 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 8 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 1 deri 6 gradë Celsius, Podujev -2 deri 5 gradë Celsius, Skënderaj -1 deri 5 gradë Celsius, Pej 0 deri 7 gradë Celsius, Prishtinë 0 deri 5 gradë Celsius, Gjakov 1 deri 8 gradë Celsius, Malishev 0 deri 8 gradë Celsius, Gjilan -2 deri 6 gradë Celsius, Ferizaj 0 deri 7 gradë Celsius, Kaçanik 0 deri 6 gradë Celsius, Prizren 0 deri 7 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta ndiqni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavaj dhe Drita Televizion. Ndërsa nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.